Përfitime shëndetësore, unë mund nisem nga vetja ime, personalisht kur në jetë kam qenë i smuar, do thotë normalisht deri me tani në policinë e Kosovës nuk e kam asnjë ditë pushim i semuar. Kam pas lindime ndryshme të cilet janë po evitueshme, mirë po i smuar ashtu sa përket shëndetit nuk kam qenë kurrë dhe kur në jetën time për 61 vjet nuk kam marrë medikamente. Do thotë jam 365 ditë top. Po nuk është hap vetëm klubi, janë hap 8 klube në policinë e Kosovës, e njëri ndërta është edhe klubi i dytë policia e Kosovës, po e presim përfundimin e palestrës, se shpejti do të fillojmë antarësimin e gjugjave apo nxënësve të ri, do thotë fëmijët policëve dhe qytetarëve në klubin e dytë policia e Kosovës, e cili po shpresoj do të është i mirëseardhur për qytetin e Prishtinës, sepse është dashur me fillu në zemrën e Prishtinës, në qytetin e Prishtinës. Do të rrisim një herë, do të më rrit kuadrot, pastaj në bazë zhvillimit tyre, në bazë tafsive tyre, do të transferohen pej. Qesi i suksesit është zinxhiri, nuk është vetëm trajneri Diton Kuga, tani është edhe kolosja e Gjudës Malina Kelmendi, e cila është bë dorë djathtë e Dritonit, pastaj ka dorën e Majt Fatosin, edhe ka trajnerin brazilian i cili ka ardhur, thotë është plotësuar me kapacitete sa përket trajnerëve dhe një hov jashtëzakonisht madh do e bën të ardhmen të afërm hovin edhe më të madh se ka pas më herët. Shumë janë skeptik, por unë po besoj që në Olimpiadën e ardhshme do të kemi edhe fytyra tjera në arritjen e rezultateve apo medaleve në Olimpiadën e ardhshme. Unë kam folur me to, kam thënë derisa të funksionon zemra, derisa të punon zemra, mos dil nga tatami, përndryshe Kosova do ta ketë shumë vështirë pa te. Dorën e zemër patë shumë vështirë ka. Për arsye se nuk po e them unë këtë, po më po e them mendimin e shumë trajnerëve evropianë dhe botror me të cilët kam komunikim të rregullt unë me ta, kanë thënë është shumë probleme zaventësue dhe shumë probleme ngrit një trajner të kapacitetit apo nivelit të tillë. Po Malina Kelmendi ka qenë moshën 15 vjeçare kur unë kam thënë që do të bëhet kolose e gjudës. Kanë qenë në Shqipëri, do thotë trajnerët apo kryetarët e të gjitha federatave të sportit të Kosovës, kemi qenë në mbledhje me Komitetin Olimpik Shqipëri, do thotë ka qenë Malina Kelmendi 15 apo 16 vjeçare. Unë kam thënë që të gjithëve që Malinda do të bëjnë bumin më të madh që ekziston në botë për këtë rezultateve. Më kanë thënë që të gjithë mos u ngut sepse i ka tek 15 vite. Mbas 2 vite është bëm Paris kampione e botës për junior. Do të moshën 17 vjeçare ajo ka shpërthyr do të 2 vite. Mbas 2 vite sepse ajo është po talenti, vullneti, durimi, përkushtimi edhe disiplina. Ajo unë po mendoj që është gjudisja më disiplinuar në botë.